Mirë, kalojmë tek mësimi ynë i radhës. Sot do të ndalemi tek shëmbëtyra e farës së mirë dhe farës së keqe. Përpara se të filloj, unë do doja që të kushtoni pak vëmendje Pashkës. Është inkurajuese që e gjithë bota në këto momente është fokusuar pikërisht, pra mendohet që mund, sipas kalendarit, mendohet që Jezusi është ringjallur pikërisht në këtë kohë. Disa pika interesante. Imagjinoni, nuk e di, u është bërë kjo pyetja, çfarë do të bëni sikur ta dini që ishte dita juaj e fundit në tokë? Dini që kishit dhe 24 orë jetë. Cila ishte gjëja apo gjërat e fundit që mund të bëni? E mendoni pak, Jezusi e dinte shumë mirë që ishte dita e tij e fundit. Ai mori legendën edhe lau këmbë te dishepujve. Dita e tij e fundit. Neve shpesh mund të mendojmë që për ditën tonë të fundit mund të shkojmë të hajmë gjëra të mira, të bredhin, takojmë me njikullin. Për ditën e Jezusit, ditën e fundit që kishte në tokë, ai tha, e përuli veten e tij dhe u bë shërbëtor i shërbëtorëve. Lau këmbët të dishepujve. Edhe sot e gjithë bota feston pikërisht ringjalljen e Krishtit. Edhe ne në fakt kemi privilegjin, bekimin që e festojmë atë çdo ditë parë të javës, ku ne dimë që Jezusi është Pashka jonë. Jezusi në mësimet e tij, ai tregoi shumë shëmbëtyra, dha shumë mësim. Edhe një nga këto ishte pikërisht shëmbëtyra e farës së mirë dhe farës së keqe. Do të ndalemi tek Mateu, kapitulli 13, vargjet 24 deri në 30. Mateu, kapitulli 13, vargjet 24 deri në 30. E lexojmë së bashku. Ai propozoi atyre një shëmbëtyrë tjetër. Mbretëria e qej dhe i ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Po ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe e mbolli egër nëpër grur dhe ik. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte fryt, u duk edhe egjëra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë: Zot, a nuk ke mbjell farë të mirë në arën tënde? Vallë, nga doli egjëra? Dhe i tha atyre: këtë e ka bërë armiku. Atëherë shërbëtorët i thanë: A do ti të shkojmë e ta shkulim? Por ai tha: jo, kam frikë se duke shkulur egjërën bashkë me ta, do të shkulni edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrës, unë do të them korrësve: blini më parë egjërin, lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në hambarin tim. Ndërsa Jezusi prapa tregoi këtë shëmbëtyrën, tregon diçka shumë të rëndësishme për ne. Ne kemi privilegjin që Perëndia e ka mbjell mbretërinë e tij tek ne. Mendoni pak për gjitha situatat ku ju vendodheni në jetën tuaj në këto momente. Edhe shpeshherë u është dashur që të bëni zgjedhje për të ardhur, për të bashkuar me Kishën, për ta adhuruar. Jo vetëm kaq, por edhe në ditët tona në vazhdim, sepse ne e dim shumë mirë, në jetën tonë të përditshme, ne e dim që ne e adhurojmë Perëndin tonë me sjelljen tonë, me veprimet tona. Po flisja me dikë dje, është goxha, tani ka qenë mësues, tani ka dalë në pension, dhe ajo që është interesante, po ta shikosh kështu në recën, ku nuk duket se është në një person kush e di, vetëm po ta njohësh, më thënë nuk ta jep përshtypje. Por gjithashtu është nga ata tipa që nuk duket, por ai ka udhëtuar
ka bërë goxha këto vende turistike që dalin këto paketa turistike, ka shkuar në Egjipt, ka ecur nëpër shkretët e lirë, ka shkuar në Izrael, këto vendet domethënë edhe këto vendet biblike. Edhe nëse ti nuk din, nuk ke informacion rreth këtyre, për shembull edhe nga historitë biblike, në momentin që ti udhton, ti mëson edhe dëgjon gjëra. Mund mos jenë të vërteta, domethënë mund mos kenë lidhje me Biblën 100%, por kanë informacion. Edhe i pyra pyetjen, i thash, po mirë, i thash që ke bredhur edhe goxha je edhe sot e kësaj dite është aty diku te 70 aty dhe lexon akoma libra. Thash, po libra lexon? Po tha, nëse s'lexon robi libra ta shkop. Edhe bëra pyetjen, çfarë mendon për krishtërimin? Çfarë mendon për Jezusin? Çfarë mendon për ringjalljen? Thash, sepse ti thash jo vetëm që ke lexuar, por ke udhëtuar, se më ka treguar që i ka vizituar këtë vend, për shembull, që aty ku supozohet që ka qenë varri i Jezus. Edhe bëri pikërisht të lloj shpjegimi që e bëjnë neve të gjithë njerëzit. Shkoj thotë, unë shkoj gjithmonë në kishë. Kishë tradicionale që neve të gjithë e dim. Shkojnë edhe kur udhtojnë nga jashtë, të shkoj gjithmonë, vizitoj ose bëj ato çfarë kërkojnë këto ritualet që neve kemi dëgjuar. Edhe unë i thash, shikoj, të adhurosh, të kesh marrëdhënie me Zotin, dhe ti besosh Perëndis, do të thash, ti duhet që ta adhurosh Perëndin çdo ditë. Çdo moment. Ti duhet të besosh Zotin. Ti duhet ta nderosh atë çdo ditë. Edhe bëri atë lloj mimike fytyrës çdo ditë. Shikoj, thash, momenti kur ti dëgjon fjalën do adhurosh Perëndin çdo ditë, mos mendoj tash nëse do shkosh atje në kishë edhe të rrish gjithë ditën kështu i tash duke kënduar ose duke mbajtur durën në këtë lloj forme. Për ti, thash, në jetën tënde të përditshme, në momentin që ti je duke jetuar jetën tënde, në momentin që ti zgjedh të bësh të mirë e mos të bësh të keqe, në momentin që ti zgjedh që ti bindesh mësimeve të Perëndis, mësimeve biblike, atëherë ti je duke adhuruar Perëndin. Je duke e falenderuar Zotin, je duke u treguar me njohës ndaj madhështisë së Zotit. Edhe pikërisht këtë gjë, pra, të doja që të vini në dukje, në momentin që ne vim në këtë lloj zgjedhje, ne mund të gjendemi në situata të tilla ku ne e kemi shumë të vështirë që të hiqemi nga ajo. Edhe vini re, një nga shërbëtorët i tha zotërisë vet, a të shkojmë ti shkuli? Jo, tha, sepse nuk është gati. Sepse thënë, nëse ti do të shkulesh, ato do të shkulesh edhe grurit. Edhe gruri s'ka dhënë akoma frut. Neve mund ndodhemi në situata të tilla, edhe shpesh herë gjejmë veten tonë në situata ku ne duhet të zgjedhim të ndjekim Zotin apo mos ta ndjekim Perëndin, apo të vazhdojmë me jetën tonë, lere kur të kemi kohë. Asnjëri prej nesh nuk mund t'japi përgjigje, sepse ne mund t'jemi si ky shërbëtori që thot ta shkulim, edhe kur neve shikojmë një person tjetër në atë situatë vështirë që është midis të mirës dhe të keqes, ne ju themi ta largojmë nga e keqja ose ta largoj të keqja. Por kur ndodhemi vetë në atë situatë të tillë, ne mund ta gjejmë veten tonë në dilemë se çfarë duhet të bëjmë. Apo jo. Si ngjan pra mbretëria e qeve? Ai mori e mbolli farën, pra, te toka e vet. Armiku në vend që aty ku ai ka mbjellur grurin, ai i hodhi dhe farën në keq. Siç e vum re, pra, u rrit gruri dhe dha fryt, ndërkohë u duk dhe egër.
Në këto momente Perëndia, në momente të ndryshme të jetës sonë, Perëndia ka hedhur fare në zemrën tonë. Edhe po rritet. Po në të njëjtën kohë e keqja ka hedhur dhe ajo faren e vet në trup, në shpirtin tonë. Dhe ato rriten së bashku. Edhe ti gjatë gjithë kohës ndodhesh në situatën në ku ti duhet të bërë zgjedhje. Çfarë duhet të zgjedh unë? A duhet ta shkul këtë? A duhet ta largoj? Shpesh herë mund ta kemi gjetur veten tonë në situata të tilla ku ne ikim me shpresën që duke qenë me një njeri që e dim që sjellja e tij është jo e perëndishme, edhe një njeri që nuk ka një orin nga Bibla, e dim shumë, e kupton që është e tillë, domethënë jo e hishme. Vem re që në këto momente ne mundohemi që themi ose mbase Perëndia do t'i hapi mendjen, zemrën, edhe ky njeri, edhe ky person do të ndryshojë. Besoj që e kemi bërë këtë lloj veprimi, e kemi marrë këtë lloj vendimi duke shtyr kohën që të qëndroni në ato situatë. Por neve e dim qofse njeriu vet nuk don të ndryshojë, ti edhe unë bashk nuk mund ta ndryshojmë. Një person mund ta dëgjoj fjalën, mund ta kuptoj se çfarë është e mira, por nuk e bën, sepse nuk dëshiron, nuk don atë, i jep më shumë kënaqësi ajo e keqja. Edhe me atë ndihet, le të themi, rehat. Por ne e dim që kjo nuk është e vërteta, e dim që mirësia e Perëndisë është ajo që zgjat për jetë. Ndërsa e keqja mund t'japi një kënaqësi të momentit, por ajo nuk mund të bëjë që ti të kesh një marrëdhënie me Zotin. Për shembull, në jetën tonë të përditshme ne e dim shumë mirë që nëse ti do të vjedhësh, do të marrësh diçka mund t'japi kënaqësi të momentit, dhe që ti të realizosh apo të blesh diçka që ti ke dëshirë ta blesh, por ne e dim që më vonë ti do të paguash dhe pasojën. Do marrësh dënimin, edhe do përpiqesh aty ti mbasi ke marrë dënimin, ose do të mësosh që ose do të marrësh vendimin që ti mos ta bësh më atë lloj zgjedhje, atë lloj veprimi, ose do të vazhdosh përsëri. Shpesh herë njerëzit thonë më vjen zor, kam turp, por ndonjëherë thonë më fal. Ndonjëherë thonë më fal që më kap e mat. Nuk thonë më fal sepse mua më vjen keq, edhe ndihem keq, nuk e bëj më. Por është pikërisht ky moment që gjithsecili prej nesh duhet të zgjedhë vetë. Ne kemi atë privilegjin e madh që Perëndia ka mbjell farën e tij. Dhe pikërisht në këto momente ne kemi mundësinë të zgjedhim. A duhet të zgjedhim ne të ndjekim Zotin, apo do të lejojmë faren e keqe që ka vënë dhe ajo rrënjë të na mbysi? Sepse diku është e keqja, një e keqe tjetër që neve përballemi çdo ditë, ne duke ditur që koha jon këtu në tokë është e limituar, është ne gjithashtu themi po iku kohë, po do bër kjo, po do bër ajo. Edhe ne përpiqemi që të bëjmë kompromise të tilla. Duhet të kemi parasysh që ndërsa ne jemi me Perëndinë, unë dëshiroj që të kemi siç thot Pali tek Efesianët, kapitulli 6 vargu 11 dhe 12 na thot: "Visni thot të gjithë armatimin e Perëndisë, që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallët. Sepse betejë jo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, frymërave të mbrapshta në vendet qellore." Në fakt, pra, ne kemi të bëjmë një luftë shpirtërore dhe nuk është kundër gjakut dhe mishit, ne këtë e dim. Por kjo na bën neve, ose na vën ne përballë përgjegjësisë, çfarë duhet të bëjmë ne. Ne ose do të zgjedhim të ndjekim Zotin,
ose do të zgjedhim kënaqësinë e momentit në vend të vuajtjeve, problemeve sepse të përballesh me të vërtetën ose të ndjekësh të vërtetën, të ndjekësh të drejtën, nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Edhe ju jeni vetë dëshmitar për këtë gjë. Në jetën tuaj të përditshme ju jeni përballur me këtë. Edhe ju në momente kur jeni përpjekur pra që të tregoni të drejtën, të tjerët kanë fituar, ti ke humbur, të tjerët janë përgëzuar, edhe ti që ke thënë të drejtën, të ke thënë të vërtetën, ti je përndjekur më shumë, ti je përshmuar më shumë, ti je sharë më shumë, ti je lënë me njamë më shumë. Pikërisht për këtë gjë. Por dini çfarë? Dhe juve vetë dini që Zoti e dinte, Zoti e shikonte. Ne në ato momente mund të bëhemi dhe mund të pendohemi pse mbajtëm këtë lloj qëndrimi. Pse ndoqëm të drejtën. Ku të tjerët po fitojnë, ne po kënaqen, ne po shijojnë jetën kurse ne ngjelem në dhamë numra. Por është e vështirë pra të kuptojmë dhe të kujtojmë, edhe në fakt ta pranojmë, që me Perëndin është fitimi është akoma më i madh, është përjetësia. Ne përsëri po ta vesh re njerëzit qofshin të smur, të çalë, ku ta di unë, edhe në krevat në momentet më kritike të jetës, përsëri luftojnë që të jenë gjatë. Apo jo? Përsëri luftojnë që të jenë gjatë, deri në pikën e fundit. Deri do shfrytëzojnë çdo mundësi të jetë e mund për të qëndruar gjatë. Por ne nuk e dim, vjen keq ta them, gjithë ne, mendoj unë. Nuk e dim se sa e rëndësishme edhe se sa e çmuar është të jesh me Zotin në përjetësi. Ne e dim si koncept, e kemi mësuar, por ta kuptojmë vlefshmërinë e saj siç kuptojmë vlefshmërinë e shëndetit tonë sot. Edhe neve themi sot njeriu më i pasur në botë është ai që ka një shëndet të mirë, apo jo? Nuk ka probleme me shëndetin. Është pikërisht kjo. Njeriu më i pasur shpirtërisht është ai që gëzon shëndet të mirë shpirtërisht dhe është i shpëtuar. Dhe neve e dim se si, me gjakun e Krishtit. Dhe është pikërisht në këto momente ku gjithë bota është e fokusuar sot edhe le të themi po feston ringjalljen e Krishtit. Sepse e din se çfarë do të thonë. E din si koncept. Por nuk e mbërthejnë ose nuk e përqafojnë atë çdo ditë që ta kenë pjesë të jetës. Desha ta mbyll me këtë thënie të fundit. Perëndia pra, neve mësuan që Perëndia ka mbjellë farën e mirë tek ne. Në momente të ndryshme, aty ku neve kemi vendosur që të ndjekim Krishtin në pagëzimin tonë. Por të njëjtën kohë neve dim gjithashtu që edhe fara e keqe mbillet në jetën tonë. Neve përballemi çdo ditë duke bërë zgjedhje edhe ndonjëherë të këqija për shkak të situatës ku ndodh. Por le të përpiqemi me gjithë mish e me shpirt që të zgjedhim që në kopshtin ton shpirtëror të jetë mbjellur dhe të lulëzoj fjala e Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh, dhe le mos harrojmë këtë fakt. Perëndia është me ne, e kush mund të jetë kundra nesh? Le mos harrojmë. Zoti është i madh dhe i hirshëm. Edhe nëse ne vim edhe rrëfejmë mëkatet tona, ai është i mëshirshëm dhe i hirshëm që të na falë.